Është mbajtur këtë të hënë ceremonia e samitit të 4 të diasporës në Tiranë. Presidenti Bajram Begaj, në nisje të fjalës së tij, tha se ky samit është shumë i rëndësishme dhe diaspora është një fazë e zhvillimit të shtetit. Mëtej, në fjalën e tij presidenti bëri thirrje që teksa syt janë drejt integrimit në BE, të mos harrohet identiteti kombëtar. Samiti i diasporës zhvillohet në një moment kyç. Kur më parë ka qafër antarësimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishëm të këtij procesi. Në këtë rrugtim, diaspora shqiptare është e pazëvendësueshme. Ajo nuk është thjesht një pjesë e historisë sonë, por forca që përcakton se sa larg mund të shkojmë si kombë. Shqipëria dhe shqiptaria nuk mbaron aty ku mbarojnë kufijtë tanë. Ajo është një zemër që rre kudo ku ka një shqiptar. Tashmë, e drejta e votës nuk është më një premtim. Është një realitet. Shqiptarët jashtë vendit votojnë dhe zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Ndërsa shohim drejt vitit 2030, objektivit strategjik të antarësimit tonë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të harrojmë busollën tonë, identitetin tonë kombëtar. Bota arbëreshe është dëshmia e gjallë se identiteti shqiptar i mbijeton shekujve edhe kur është larg atdheut. Por sot sfidat janë të tjera. Prandaj duhet investojmë më shumë në gjuhën shqipe, në arsim, në rrjete profesionale dhe në qendra kulturore në botë, që brezat e rinj të mos e trashëgojnë Shqipërinë si një kujtim të largët, por si një lidhje të gjallë dhe të fortë. Për 3 ditë me radhë, Shqipëria mirëpret edicionin e 4 të samitit të diasporës, një ngjarje që deri më 15 prill bashkon në kryeqytet personalitete nga politika, ekonomia, shkenca dhe arti, me synimin për të forcuar lidhjet mes shqiptarëve kudo në botë. Ceremonia e hapse e samitit me moton Diaspora rikthehet në shtëpi u zhvillua pas ditën e kësaj të hëne në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit.